Përshëndetje gjithëve dhe mirë se u rikthyet në kanalin tim. Sot do të flasim për një temë shumë aktuale që janë suplementet. Në vitet e fundit suplementet janë bërë pjesë e jetës së përditshme të miliona njerëzve, por megjithatë ende ekzistojnë shumë keqkuptime rreth suplementeve. Suplementet nuk janë ilaçe dhe as nuk janë produkte çuditëbërëse. Ato janë burime vitaminash dhe mineralesh, të cilat i ndihmojnë shumë organizmit të njeriut në rastet kur vlerat ushqyese nuk munden me u arrit vetëm me anë të ushqimit. Sot për shkak të jetës shumë dinamike, për shkak të stresit, gjumit jo të rregullt, për shkak të kohës së kufizuar në diell, mund të mos i marrim gjithmonë vlerat e duhura ushqyese. Kur flasim për suplementet, nuk është e rëndësishme vetëm përmbajtja e tyre. Po aq e rëndësishme është edhe forma e përbërësve, përshtatshmëria e tyre, cilësia e prodhimit si dhe mënyra e ruajtjes. Një detaj që shpesh neglizhohet është edhe vetë paketimi. Shumë suplemente cilësore përdorin ambalazh prej xhami, sepse xhami është një material më i lartë dhe më i qëndrueshëm. Ai nuk reagon me përmbajtjen, mbron më mirë produktin nga faktorët e jashtëm dhe ndihmon në ruajtjen e stabilitetit të përbërësve me kalimin e kohës. Pikërisht këto elemente janë pjesë e filozofisë së brendit Naturmel. Naturmel është një brend evropian që fokusohet në formulime moderne, përbërës të përzgjedhur dhe forma të lëndëve ushqyese me përshtatshmëri të mirë. Një karakteristikë që e dallon shumë prej produkteve të tjera është përdorimi i paketimit në shishe qelçi, duke ofruar mbrojtje më të mirë për stabilitetin e formulave. Le të shohim tani disa prej produkteve të tyre më të njohura dhe rolin e tyre në organizëm. Zinku është një mineral esencial i cili është i përfshirë në më shumë se 300 procese enzimatike në organizëm. Ai kontribuon në funksionimin normal të sistemit imunitar, në sintezën e ADN-s, në ndarjen qelizore, në fertilitetin normal dhe në mirëmbajtjen e lëkurës, flokëve dhe thonjve. Ajo që e bën këtë produkt interesant është forma pikolinat. Jo të gjitha format e zinkut përthithen njësoj. Zink pikolinat konsiderohet një formë me përshtatshmëri të mirë, duke ndihmuar organizmin ta përdorë mineralin në mënyrë më efikase. Çdo tablet përmban 20 mg zink dhe rekomandohet të përdoret një tablet në ditë. Peruvian maca është një bimë tradicionale e cila kultivohet në lartësitë e Andeve prej shekujsh. Sot ajo përdoret gjithsesi si suplement për vitalitetin, energjinë dhe mirëqenien e përgjithshme. Ndryshe nga stimuluesit klasik si kafeina, maca nuk vepron duke krijuar stimulim të menjëhershëm nervor. Interesi për të lidhet më shumë me mbështetjen e rezistencës fizike dhe adaptimin ndaj stresit të përditshëm, mirë po kjo ndodh gradualisht dhe nuk i ka efektet anësore të kafeinës. Çdo tablet i përmban 750 mg maca dhe 10 mg zink. Mundet me u përdor 1 deri 2 tableta në ditë. Një nga kombinimet më të vlerësuara sot në suplementim është kombinimi i vitaminës D3 me K2. Vitamina D kontribuon në absorbimin normal të kalciumit, në funksionimin e sistemit imunitar dhe në mirëmbajtjen e kockave dhe muskujve. Por vitamina D nuk vepron e vetme. Vitamina K2 ndihmon në shpërndarjen e duhur të kalciumit drejt kockave dhe indeve aty ku nevojitet. Për këtë arsye, kombinimi i vitaminës D3 me K2 konsiderohet qasje më e avancuar se sa përdorimi vetëm i vitaminës D. Vitamina D është një nga vitaminat më të rëndësishme për organizmin e njeriut, por paradoksalisht është edhe një nga vitaminat me mungesën më të shpeshtë në popullat. Burimi kryesor i saj është ekspozimi i lëkurës ndaj rrezeve të diellit. Megjithatë, stili modern i jetesës, puna në ambiente të mbyllura dhe ekspozimi i kufizuar ndaj diellit bëjnë që shumë njerëz të mos prodhojnë sasi të mjaftueshme. Vitamina D kontribuon në absorbimin dhe përdorimin normal të kalciumit dhe fosforit, në mirëmbajtjen e kockave dhe dhëmbëve, në funksionimin normal të muskujve, si dhe në funksionimin normal të sistemit imunitar. Doza prej 4000 njësive ofron një sasi të konsiderueshme të vitaminës D dhe përdoret në situata kur kërkohet mbështetje e lartë ose kur nivelet e vitaminës D janë shumë të ulta. Megjithatë, si edhe për çdo suplement tjetër, përdorimi duhet të bëhet në bazë të nevojave individuale dhe në bazë të rekomandimit të profesionistëve shëndetësor. Për shkak të rolit të saj në shumë procese biologjike, vitamina D konsiderohet sot një nga suplementet më të rëndësishme për mirëqenien e përgjithshme, veçanërisht gjatë periudhave me ekspozim të kufizuar ndaj diellit. Në një kohë kur stresi është bërë pjesë e jetës tonë përditshme, suplementet adaptogjene kanë fituar shumë popularitet. Një nga bimet më të studiuara në këtë kategori është edhe ashwagandha. Ashwagandha përdoret tradicionalisht për të mbështetur adaptimin e organizmit ndaj stresit fizik dhe emocional. Në këtë formulë ajo kombinohet bashkë me vitaminën B6. Vitamina B6 kontribuon në funksionimin normal të sistemit nervor, në funksionimin normal psikologjik dhe në reduktimin e lodhjes dhe raskapitjes. Kjo e bën formulën veçanërisht interesante për ata të cilët përballen me një periudhë mendore të ngarkuar, ata që kanë stres më të shtuar në punë apo thjesht po kalojnë një periudhë me stres të shtuar në krahasim me periudhat normale. Magnezi është një nga mineralet më të rëndësishme dhe merr pjesë në qindra procese metabolike. Mirë po, jo të gjitha format e magnezit janë të njëjta. Magnez bisglicinati është një nga format më moderne dhe më të tolerueshme të magnezit nga organizmi. Ai lidhet me aminoacidin glicin, gjë që ndihmon në përthithje më të mirë dhe tolerancë më të lartë gastrointestinale krahasuar me disa forma të tjera. Magnezi kontribuon në funksionimin normal të muskujve, sistemit nervor dhe metabolizmit energjetik.
Kur kombinohet me vitaminën B6, krijohet një formulë që përdoret për mirëqenie të përditshme, relaksim muskulor dhe reduktim të lodhjes. Rekomandohet të merren 1 deri 2 tableta në ditë. Kur flasim për sistemin imunitar, disa përbërës përmenden vazhdimisht në literaturën ushqyese. Vitamina C kontribon në funksionimin normal të sistemit imunitar dhe e mbron organizmin nga stresi oksidativ. Zinku dhe seleni po ashtu luajnë një rol shumë të rëndësishëm në mekanizmat mbrojtës të organizmit. Ndërsa echinacea është një bimë tradicionale e përdorur prej shumë vitesh në formulat sezonale të mirëqenies. Kombinimi i këtyre përbërësve krijon një formulë gjithëpërfshirëse që synon të mbështesë funksionimin normal të sistemit imunitar. Produkti i fundit kombinon 4 nga lëndët ushqyese më të rëndësishme për sistemin muskuloskeletor. Kalciumi është komponenti kryesor strukturor i kockave dhe dhëmbëve, vitamina D ndihmon në absorbimin normal të kalciumit, magnezi kontribon në funksionimin normal të muskujve dhe mirëmbajtjen e kockave, ndërsa zinku merr pjesë në procese të shumta metabolike të lidhura me rigjenerimin dhe mirëmbajtjen e indeve. Ky kombinim përdoret nga personat që dëshirojnë të mbështesin shëndetin e kockave, muskujve dhe funksionimin normal të organizmit me kalimin e viteve. Mund të përdoren 1 deri në 3 tableta në ditë. Në fund duhet të rikujtojmë se suplementet nuk e zëvendësojnë ushqimin e shëndetshëm dhe asnjë stil jetese të balancuar. Megjithatë, kur zgjedhen formulime cilësore, me përbërës të zgjedhur, forma të përshtatshme dhe standarde të larta prodhimi, ato mund të jenë një mbështetje e shkëlqyer për organizmin gjatë jetës së përditshme. Produkte si ato të Naturmel fokusohen jo vetëm te përbërësit aktiv, por edhe te cilësia e formulimit dhe ruajtja e tyre, duke përfshirë edhe përdorimin e paketimit në xham, një detaj që shpesh kalon pa u vënë re, por që reflekton kujdes ndaj cilësisë së produktit. Faleminderit shumë që na ndoqët. Nëse ju pëlqeu kjo video dhe dëshironi më shumë informata rreth vitaminave dhe suplementeve në përgjithësi, mos harroni me pëlqy këtë video dhe me bë subscribe kanalin. Shihemi në episodin e radhës.